أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ويقوله أيضا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Shprehjen hidajet që në shqip përkthehet udhëzim, do thotë të jesh i udhëzuar në dinin e Allahut subhanahu wa taala, është një shprehje e cila është e njohur për të gjithë dhe nga të gjithë dhe e komunikojnë në të ditë dhe besimtarët e kërkojnë udhëzimin prej Allahut subhanahu wa taala dhe mbështetjen në këtë jetë. Do të thonë nga fillimi që një ditë Allahu subhanahu wa taala t'ja mundson të jenë nga ata të udhëzuarit në rrugën tarikul mustaqim, dhe të jenë do të thonë besimtarë të devotshëm dhe lojal ndaj krijuesit të tyre. Edhe kjo shprehje në Kur'anin e Kerim edhe në Sunetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, po ashtu në gojdhëna dhe biseda, do të thotë ka forma dhe trajta, ka edhe nivele dhe kategori. Dhe udhëzimi, siç është e njohur në mënyrë klasike, është në duart e Allahut subhanahu wa taala. Kur është shprehje udhëzimi, prandaj edhe kërkohet vetëm prej Zotit, se atë nuk e ka në dorë, as në pushtet, as ndonjë melaike e përafërt me Allahun, as ndonjë pejgamber i dashur i Zotit, dhe as kush tjetër sigurisht. Udhëzimi është një send ekskluziv i Allahut subhanahu wa taala. Në Kur'an e keni në qindra ajete, inna Allahe yahdi man yasha, Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë e të vërtet kam të don ai. Madje me një ajet në Kur'anin e Kerim, Allah subhanahu wa taala për të sqaruar vet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i tha në një ajet innaka la tahdi man ahbabt, ti nuk mund ta udhëzosh atë që ti don. Kjo ajet ka pas do të thotë lidhshmëri me antar të afërt të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të familjes, të cilët megjithse mbështetën, domethënë pejgamberin alayhis salam, misionin e tij, e mbrojtën Resulullahin dhe dinin dhe thirrjen e tij nga mushrikët, nga dhuna, tirania, provokime, e mbrojtën, por nuk pranuan të jenë besimtarë. Dhe kishte edhe shok Resulullah alayhis salam me të cilët shoqërohej gjatë kohë dhe kishin do të thotë respekt e mohabet, nuk kaluan në dinin e Zotit. Dhe kur vdiqën, themi, pjesë të familjes ose shok nga ata, Resulullah alayhis salam në prag të kësaj bënte përpjekje t'i udhëzoje. Dhe u mërzite, u brengos, dhe i erdhi mjaft keq, pse këta njerëz të afërt të familjes ose shok ku i shije miq që i njihte me kohë, nuk kaluan në dinin e Zotit. Dhe ki bëri atë që është e mundur, edhe Allahu në Kur'an i tha innaka la tahdi man ahbabt, ti nuk mund ta udhëzosh atë që ti dëshiron. Walakin Allah yahdi man yasha, por Allahu e udhëzon këtë don. Udhëzimi është ekskluziv në duart e Zotit. Kur e sjell Zoti në jetën tonë, duhet një moment ku Zoti e hap, domethënë, dritën e hidajetit. Sikur që po ndëgjoni gjithandej në botë, sot edhe nga kaluara, se si udhëzohen njerëzit nga një rast, nga një ngjarje, nga një informacion, një lexim atje, nga një tregim, me një ndodhi, një moment, edhe i vjen udhëzimi. Sikur që tregoi njëna para një disa ditëve, bëri publike storin e saj. Thotë, isha në momente shumë të errëta, domethënë dhe të zbrazura në mënyrë shpirtërore dhe e harxhuar emocionalisht, e ngarkuar sa të dua shpirtërisht.
kisha humbur rrugën, të jetës. Dhe këtë rastisht udhtova dikun për në Argentinë, në hotel, një racja, një policia ka ardhur për të një arsye tjetër, thotë dhe rash në burg gabimisht. Në burg, mbra në dorë në kopje e Kurani Kerimit në gjuhën angleze. Dhe ati thot po lexoja dhe për çdo ditë i afrohesha udhëzimit. Filloi domethënë një dritë më kaplon në shpirt. E të më ngritet domethënë niveli i rezistencës, fuqia, energjia, morali, deri thot erdha te një ajet në Kurani Kerim, në të cilin Allahu ka thonë: Allahu nuk ngarkon një njeri, një shpirt, më shumë se çka ban dhe mundet dhe duron. Thotë dhe unë isha të kaluar krejt në këtë situatë, isha ngarkuar, isha lodhur shpirtërisht, isha harxhuar me energji, me moral, me krejt. Thotë dhe nga ai moment e gjeta identitetin tim, e gjeta Zotin dhe filloi një shkëndi e hidajetit dhe dritës të më futet në zemrën e shpirt. Nga ai moment, thotë unë jam shumë lojale ndaj Allahut, krijuesit tim, dhe kujdesem për çdo ditë ta përmirësoj raportin dhe komunikimin me Allahun Dhul Xhelal. E ruaj namazin tim ditor dhe e zhvilloj dhe e përmirësoj karakterin dhe sjelljen për çdo ditë. E kam fjalën hidajet janë në duart e Zotit. Sikur që e pranoi Islamin para 2 ditëve një spikere e njohur e Izraelit. Do të kaloi në Islam dhe vendosi Shamia. Edhe normal e bëri publike do të thotë historinë e saj. Dhe shumë të tjerë në përbot, hidajeti është në duart e Allahut. Njëherë ju kam treguar këtu një gjermane që shërbente me një lokal, një kafe, një restoran. Edhe nuk e di çfarë gjuan atëherë, ala mira, më ishte njëri me me dhe më interesoi se një ditë pa prit mas e pash me Shami në vend të punës. Ishte e re ajo. Edhe pi thon këtij që ishte me mua, thash vetëve bash po më intereson çka ka ndodha, ka kalu në Islam, a vetëm e kanë vendosur Shamiun për mod. Kam kalu tha në Islam. Tash po më intereson domethënë nëpërmes komunikimit me një musliman, turk, arab, shqiptar, a diçka, jo tha në ëndër. 3 net vazhdimisht në ëndër më erdhi domethënë informacioni se duhesh të bëhesh muslimane dhe të vendosësh Shami. Edhe e ka vendosur Shamin edhe martuan pastaj për një djalë musliman shqiptar. Hidajeti është në duart e Allahut. Kë e udhëzon Zoti atë i cili e kërkon udhëzimin. Allah në Kur'an ka thonë dhe ata të cilët përpiqen dhe kontribojnë dhe investojnë dhe kërkojnë udhëzimin prej Zotit me këmbgulje dhe me plot dashuri dhe besim. Një ditë ne do t'ua tregojmë atyre rrugët e jetës. Tash ky udhëzim e ky përshkrim që po e them, është në grupe kategori. Do thonë kur flasmi për hidajetin, do të thotë vën puna për shembull dikan me pranu në punë, në familje, miqësi, në shkollë, nuk e di, duhesh me dhon banesën me qira, këto biseda ne që për tjetrin kur flasim. Edhe për shembull themi, është i udhëzuar. Vajza ose djali, mund të pranoni në punë, në familje, në banesë, në ku e diun, në shkollë, është i udhëzuar. Çka keni për qëllim ju me këtë deklaratë? Dhe e dini do të thotë se çështja e udhëzimit ndahet në grupe dhe kategori. Për çka e ke fjalën është i udhëzuar? Me fjalë tjera te ne, do të thotë që për shembull kur për fejesa e kësaj biseda, vajzë djalë, është i mirë, në atë kuptimin, është i udhëzuar, është në rrugë, është në udhë drejt. Ama te ne, ki bot kuptim, nuk përfshin që është musliman. Nuk do të thotë. Do të thonë te ne, në botën tonë, kur të thoje vajza është e mirë, djali është i mirë, i udhëzuar, nuk e kupton ti që është njëri i disiplinuar në namaz. Nuk e ka këtë kuptim. As nuk e ka kuptimin që agjeron, as nuk e ka kuptimin që është mbuluar, as nuk e ka kuptimin që nuk pin alkohol, po është i udhëzuar, mandudh. Çka ke për qëllim ti me këtë shprehje? Çka ti dash me thonë, si të kuptohemi ne?
ose nesër e lexon në Kur'an. Allahu me një vend në Kur'an thot, dhe i udhëzon për në xhehenem. Po tash i udhëzon për në xhehenem, do thonë nga këtu e kupton se udhëzimi nuk ka vetëm për xhenet tash. Edhe nuk është vetëm ky udhëzimi që unë e përshkruajta që është për qëllim në Kur'an. Kur themi është i udhëzuar, është në rrugën tarikul mustaqim, besimtar, i moral, shumë i sjellshëm, lojal, parimor, i disiplinum, me sharte, me halal, me harama, me të gjitha. Nëse e ke për qëllim këtë udhëzim, apo e ke për qëllim udhëzime dhe kategorive të tjera, se ne, me dashje pa dashje, me vetdije dhe pa vetdije, vetëm në namaz 5 herë në ditë, në çdo rekat, do të thotë që e lexojmë elhamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ti ta adhurojmë dhe të këti mbështetemi. Ihdina siratal mustaqim. Na udhëzo, ku t'ju udhëzoj? Ma tregoni adresën. Na udhëzo në rrugën e drejtë. Do të thonë në çdo namaz, prej mëngjesi kur t'i hapësh syt, o Zot, na udhëzo në rrugën e drejtë. Nuk ka një send i lehtë. Nuk ka një send që ndodh këtë e këtë dhe rastësisht. Nuk është një send i cili nuk ka çmim. Do të thonë je dhe kërkon në vazhdimsi mbështetjen dhe udhëzimin e Allahut në rrugën e vërtetë. Tash ky udhëzim është në kategori. Prej kategorive do të thonë është udhëzimi, si të them universal, general, kosmik, në debatin që e ka pasën Musai a.s. edhe Haruni a.s. me faraonin. Krejt në fillim, Bismillahirrahmanirrahim, faraoni i ka thonën, kale, faman rabbukuma ja Musa, o Musa edhe Harun, kush është Zoti juaj? Në bisedë tash, ja kanë nisë. Ka thonë Musa a.s. Kale, Rabbuna alladhi ata kulla shay'in khalqahu thumma hada. Ka thonë Zoti jona, është ai i cili krijoi çdo send dhe e udhëzoi. Tash e udhëzoi nuk është ai qëllimi i shariatit, ne që e kuptojmë udhëzoi, se këtu ka thonën çdo send e udhëzoi. Për shembull, shpendët e keni parë kur hikin nga vendet e ftohta në vendet e ngrohta, kalojnë lumej, oqeane, detra, male, fshatra, që me kilometra. Shkojnë. Vitin e ardhshëm, i njëjti në të njëjtën strofull të shtëpia e jote. Ai i cili krijoi çdo send dhe e udhëzoi. Kjo është udhëzimi general, nuk është udhëzimi fetar. Çdo njeri e din, do të thonë shtëpinë e vet ku e ka. Dhe kjo është udhëzim, apo? Dhe çdo njeri e din se interesi im është prioritet sa të qaja nëna ime në qaja jotja. Edhe kafshës me jashit viqin, qanë. Reagon, e ka udhëzuar Zoti. Edhe kafshat që janë kafsh nuk martohen me gjini të njëjtë. Se Zoti i ka kriju dhe i ka udhëzuar. Nuk ka kafsh që martohet me gjinien e njëjtë. Këtë bojnë njerëzit. Kjo ajet na çon me një ajet në Kur'an. Dhe ata janë sikur kafshët, bile edhe më të ulët se kafshët, për fakti se bojnë punë që si bojnë as kafshët. Çdo gjë e krijoi dhe e udhëzoi. Kjo është udhëzimi natyral, i natyrshëm nga ligjet që i ka krijuar Zoti në kosmos. Prej këtu do të thonë nuk nxjerr hidajetin fetar që po themi. Këtu Zoti edhe planetat i ka krijuar dhe i ka udhëzuar për detyrën. Për shembull, dielli lind vazhdimisht nga lindja dhe perëndon në perëndim. Dhe sillen e lundrojnë planetat sikur që i ka udhëzuar Zoti. Çdo send e kemi krijuar dhe e kemi udhëzuar, ama kjo nuk është udhëzimi fetar. Kjo është domethënë
ligjet e Allahut subhanahu wa taala në kosmos. Ka një udhëzim tjetër, është udhëzimi i sqarimit dhe njoftimit. Zoti çon libra, Tevrati, Zeburi, Injili, Kurani Kerimi, dhe çon pejgamber. Me ndihmën e librave shpalljes dhe me mësimet e pejgamberëve, Zoti u sqaron njerëzve rrugën e drejtë dhe të shtrembët, rrugën e bardhë dhe të zezë, rruga e cila ju çon në lumturi, e siguri, e kënaqësi në këtë botë dhe tjetrën, dhe rruga me të cilën do të shihni gazepin e zi në dunjë dhe në ahiret në xhenem. Kjo është hidajeti i sqarimit. Allah në Kur'an për këtë realitet ka thonën inna hedejnahu sebil, ne ja njoftuam njeriut rrugët, imma shakiran wa imma kefura, ose është besimtar dhe falënderues, ose është pa besimtar dhe mohues, nuk pranon kur gjo. Qo pejgamber, nuk ban dobi. Qo libra, nuk ban dobi. Nuk ban dobi për ata që nuk ban, e kam fjallën. Se me siguri ka pasën dobi për qindra, miliona, miliarda njerëz, librat e Allahut dhe pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Ne njeriun e udhëzuam, tash në këtë kategori, e udhëzuam duke ja treguar halalin edhe haramin. Ne e udhëzuam njeriun duke i treguar se nëse veproni kështu, do të keni dobi dhe shpërblim në këtë dhe botën tjetër. Nëse veproni në atë mënyrë, do të keni dënim në dunjë edhe në ahiret. Kjo është hidajeti i sqarimit. Këto Allah nuk jemi të ai hidajeti që ne lusim Allahun në namaz edhe në lutje. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, në një ajet tjetër Allah për të zbërthyen këtë hidajetin e sqarimit ka thonë ne çdo njeriu ja kemi instaluar programin me të cilën ai ka mundësi ta identifikon, ta njeh të vërtetën, hakun dhe rrugën e drejtë. Ama ai ka kapacitetet dhe mundësit për ta njoftën edhe sherrin, edhe rrugët e shtrëmta. E keni pa, njerëzit kanë mundësi me të bënë shumë mirë, për faktin se din, kanë inteligjencë, kanë talent, aftësi për me të bënë mirë, ama kanë mundësi edhe me të bënë keq. Ka inteligjencë, ka talent, e ka lirien për të zgjedh, me të bënë një sherr, një komplot, një dam, me të shkatruan, me të sulmuan, me të etiketuan, për folt, në nëshmon, të ullë. Ne njeriut thellë në vetdijen e tij, ja kemi mbjellën programin me të cilën ai e njeh të vërtetën, e përqafon, e beson dhe e praktikon. Ama ai mund të jetë edhe i damshëm, nëse nuk mbahet mësimeve të krijuesit dhe fillon me punë të liga, e merr vetën qafë dhe të tjerëve u shkakton shumë delaçe edhe probleme. Sikur që e keni në praktik. E kam fjalën llojet e hidajetit. Tash mos më thuaj është i mirë. Në cilin kuptim e ke fjalën është i mirë? Është i udhëzuar. Edhe ka një hidajet i shariatit në të kuptimin i besimit tash. Kjo është ai për qëllim në Kur'an. Në të cilin Zoti kur ja jap këtë hidajet dhe udhëzim, do të thotë ja hap gjoksin përballë dritës së Allahut subhanahu wa taala. Kjo instanca më e lartë të cilën e sinon një njeri në këtë jetë. Edhe ju e shihni vetë, ne falemi, agjerojmë, ruhemi prej haramave, përkujtojmë Zotin, pendohemi, ndihmojmë të varfërin, kemi kryer një bindje se dhe ne jemi dikushi, dhe megjithatë akoma kërkojmë në vazhdimsi mbështetjen e Zotit dhe integrimin në instancat e nurit. Këtu bota moderne, bota aktuale, materialiste, gjallëzore, e ka problem të percepton këtë që kemi të thonë. As që e ka mendu një herë,
dikush nga njerëzit ta preket dritën e Allahut. Kjo është hidajeti, që nëse ta bën nasib Zoti, ta hek perdën e shtresit, e shqetësimit, problemave, ngarkesave, ngushticave, mundit, sikletit, ankesa, rënkime, kritika, paknaci, e hek Zoti perdën. Dhe ta shlon dritën e hidajetit në zemër, dhe të përgadit që të futesh si një veteran në rrugën e Allahut dhe në gjurmën e rrugëve të pejgamberëve të Allahut. Ama Allah në Kur'an ka thonë, ne do t'ja tregojmë rrugët atyre që duan të njoftohen në rrugët. Sigur Hazreti Alia në herë kam përmend, dikush e ka pyet Hazreti Alia diçka. Ka qenë shumë i njohur, mashallah. Ka thonë, më pyetni për rrugët e qiejve. Është një simbolik, është një filozofi. Ka thonë, mësë vetni për rrugët, adresat në tokë, për sokake, ulica, qytete. Vetëm për rrugët në qiell, të qojnë të drita, të madhëria dhe të hidajeti Allah, s.w.t. Njeriu modern e ka problem, mos thëmë e pamundur, të merret me këto trajtime, ta imagjinon një ditë se është një kërkimtar i rrugës së Allahut dhe rrugës së qiejve dhe dritës së Zotit, e cila po të erdhi në botë, në zemër, në mendje, në shpirt, në familje, një jetë ta ndriçon. Dhe ti je një njeri tjetër. Dhe bota për rreth është këtë tjetër. Nuk është ajo botë të cilën ti sot e nje, e trajton, e komunikon, e ankon, e kritikon, e shfrytëzon. Nuk ka ajo botë. Është një botë tjetër, është botë e pejgamberëve të Allahut. Është botë e njerëzve të cilët Zoti i merr në pushtetin e lartë të tij. Nëse doni të udhëzoheni, një ditë Zoti e lexon dëshirën e flakt tuajën dhe ju udhëzon dhe do shpëtoni, qeni të bindur nga kjo varësi, nga ky izolim, nga kjo errësirë, nga këto ngushtica, materializma, gjallëzira, amoralitete, ultësira, shtazarake. Shpëtoni. Me kusht, nëse Zoti ju udhëzon një ditë. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dhe ata të cilët Zoti i udhëzoi, do të thonë alhamdulillah, falenderojmë Allahun i cili na udhëzoi në këtë botë, në këtë instancë, e kam fjalën, në këtë nivel të ngritur, të lartë, të fisnikërisë, të pastërtisë morale, të integritetit të besimit. Falenderojmë Allahun i cili na udhëzoi, se përndryshe nuk do të ishte e mundur të udhëzohemi nëse nuk do të na udhëzonte Allahu Dhul Xhelal. Se thash në fillim, udhëzimi është vetëm në duart e atij që të krijoi. Ekskluziv, as me lajket të parafërta, as pejgamberët e dashur nuk e kanë këtë drejtë, këtë monopol, këtë aftësi, këtë mundësi. Nuk të udhëzon askush, vetëm krijuesi i jot. S'ke punë as me pushtete, as me qeveria, as me ideologjia, me kërkan s'ke punë, as me partia. Këtu je vetëm ti përballë atij që të krijoi, i cili të don, të ruan, të mbron dhe të don çdo të mirë dhe të udhëzon. Të ka çu libër, të ka çu pejgamber, edhe libra, edhe institucione dietar, të ka dhënë edhe mendjen, me ndihmën e secilës i gjon rrugët. Ti ke mundësi me e dalluan cila është më e mirë. A kur të nisësh mëngjes me shku në universitet dhe ndërkohë me e kthi rrugën munal në kazino edhe shpil hale, që këta nuk e dina. A ma mirë është kur ke kohë të lirë, me shku në xhami, e në kujshi, e në familje, e në shoqëri, e me vizitu një plak, e një të sëmur, a me shkuon në alkohol. A ma mirë është prej punë kur të vish, me artë ti fizikisht të gruaja e jote edhe fëmite tu, a mund dal me një shtëpi publike. Që këta nuk e dina.
A më mirë është parat që i fiton për një muj, me aprun bashkëshortës, domaqinkës shtëpisë, fëmijëve me ushqi, me i vesh, me i nxjerrën faqe bardh, apo me i lonën në automat. A që këta nuk e dina. Jo hoxho kallzona, po shka po do me të treguën? Ka treguën Zoti, men t'i ka dhonë, si ti ke bardhë e zea, di për shka e bardha edhe e zeza, po jo kallzona, po shka po me ndonë duhet me të kallzuar? Mës ka kalu ti e kjo në shprehi këtu, si radio, kallzona. Inna hedejnahu sebil, ka kallzu Zoti, s'ka nevoj me kallzuar. Ne njeri unë e njëftua me rrugët, të hajrit edhe sherrit, mirët edhe të kshijat, krejt i din, si mas ajetit. Allahu ka thonë, ne njeri unë e njëftuam me ti rrugët, më të njohura në botë, rruga e xhenetit dhe xhenemit, ditën e mirë, e moralit dhe pa moralit. Po ti e pa moral, ti e pa din, pa the, pa informacion, nëse je në dalalet e kam fjallën, nëse je në rrugë të Zotit, ti e maj miri, maj ngrituri, maj lojal, si të me maj sinqert, maj dashur, kanëshëm, i drejtum vllai mirë, jo kallzona. Kjo është ai hidajeti që ne, domethënë në Kur'an edhe në Sunet kur e komunikojmë e kemi për qëllim. Do të thotë i udhëzuar, që ka thonë pejgamberi në hadith. Allahu ta udhëzon një njeri me sebeb që ti e bën për shkak tëndin. Ta udhëzon Zoti një njeri për ti është më sevap dhe më me vlerë dhe më me pesh se me lind djelli në këtë botë. Imagjinoni lindja djellit sa sjell dobi. S'mund të imagjinohet as të numërohen. Me kalu dikush në Islam, Zoti e udhëzon pa dyshim për shkak tëndin, është më me vlerë se me lindën djelli në këtë botë. Keni shpëtuar një shpirt prej dënimit të Allahut Dhul Xhelal. Hidajeti. Wahudu ila tayyibi min al-qawl, dhe Allahu i udhëzoi kjo për ndonjë. I udhëzoi në dëshminë e vërtet. Sigur që përkaloj në Islam për çdo ditë meshkuj dhe femra, shtresa, gjini, mosha, nacionalitete për çdo ditë. Me të madhe në Islam, dhe Zoti i udhëzon në dëshminë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Edhe ndëgjoni deklaratat e tjera e shifni. Pastaj kanë thonë wahudu ila siratil hamid. Ka edhe një udhëzim në botën tjetër tash. Allah në Kur'an ka thonë dhe Zoti do t'i udhëzon në sirat, atje ku do të me kaluan. Okej. Ne armoti në formë të hajgarës me dikat moti po ta thonë për një njeri që koma e ti nuk kishte shkel në xhami kur për jetë. Edhe për i thomë formë hajgarës e më ishte e vërtet, ati. Thash ki kur të rinjallët në botën tjetër, s'ka qenë xhami, as ka lezu Kur'an, as në një sunet, që pak a shumë e pas një informat çka ndodh. Ka thonë, thash kur të thrazojnë këtë botën tjetër, ki nuk drejtohet, zdi, ka me shku, habitet, çka u bo, se duhet me ditë ku me shkuën. Ta shko hadithe, për ata njeri u shkon në xhami ose lexon Kur'an, dhe ndëgjon. Edhe Allah në Kur'an ka thonë, dhe sa të mbini prej varrezave, ati, më në anën e kije një, me lajke ati me ti janë të shoqëron. Wahudu ila siratil hamid. Allahu i udhëzon. A ti me quën New York, e hum rrugën normal, se s'je banori ati vendi. Po çka me ndonë me quën botën tjetër? Që me thonë Allah, shkon në xhenet, ka me shkuën. Te a i din rrugët në botën tjetëra. Wahudu ila siratil hamid. Allahu i udhëzon. E qonë edhe një me lajke. Okej. Edhe pejgamberi alayhis salam në hadith, për në fund ka thonë, pasha Allahun, Dhul Xhelal, shpirti im, domethënë në dorën e të cilit është. Njoni prej juve, domethënë për besimtarët e ka fjalën. Në botën tjetër është më i udhëzuar, po menoj nëse është nga të udhëzuarit, është më i udhëzuar dhe e gjon vendin e vet në xhenet, ka thonë më let se shka e gjon shtëpinë e vet në dunjë që e ka pas. Për një botë e besimit, që ne kemi informata vetë në Kur'an, si duket e botë ne nuk e kemi pa. E besojmë, duam pa dyshim dhe angazhohemi natë e ditë dhe e kërkojmë Allah subhanahu wa taala xhenetin dhe vendbanimet atje. Po ta marrmenja që të duket shumë interesante, ajo është për neve
imagjinare, ka me na habit Allahu dhul xhelal. Ma si që bojmë tash? Kur thue Zoti shko në xhenet? Ka thonë në pejgamberi, njëri prej juve do të jetë i udhëzuar prej Zotit dhe e gjon vendin e tij në xhenet, ma letë se shtëpinë që e gjon kënë ndonjë. Më shkon menja në haxha në Arafat kur shkoj shmi, ato shatorët janë të ndam. Edhe Arafat janë i madh, një qytet është. Edhe shkretir me shatora, shmajtë ngjadh. Linja Perëndimi, Evropa, SBA-ja janë të ndam. Së në gjon, unë kam pas rast, rash në konflikt me haxhit, së në gjon shmi shatorin. I joni, ku është shatori me numra? Në ahiret, nëse ju udhëzon Zoti, ndonjë edhe në ahiret, vetë kur ngritesh prej varri, Bismillahirrahmanirrahim, drejtën xhenet. Me izën e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala na udhëzon neve dhe familjet tona dhe mbar umetën dhe ruan nga devijimet. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.